kush e ushqen këtë humbje të shpresës? A ka të bëjë kjo edhe me formimin e njerëzve ose me formimin publik? Pra, ka gjithmonë, kemi njerëz të ndryshëm, por ka dhe një dominante të formimit publik. Ka me karakteristika sociale të një populli. Pra, popull që e humb shpresën, ka popull vital, ka popull që kur nuk e humbi shpresën, që janë optimist nga natyra, që kalojnë sprova nga më të çuditshmet dhe arrin të mbijetojnë. A e kemi dhe ne këtë defekt si shoqëri, pra mungesa e shpresës lind nga një popull që e ka kapluar dëshpërimi dhe nuk gjen forca për të rregulluar atë, pra është dorëzuar përballë një situate? Është e vërtetë, domethënë ne jetojmë një situatë që kemi vështirësi shumë të ndryshme. Aktualisht, duke ju referuar vendit tonë, kemi probleme ekonomike, punësimi, arsimimi, shëndetësia jo adekuate, edhe problemet ndryshme që njeriu ndoshta i japi një farë pesimizmi në jetë ose një farë dëshpërimi. Por njeriu fillimisht duke parë këtë situata e humbet dhe guximin për të shpresuar. Ndoshta fillimi i shpresës është pikërisht guximi për të shpresuar. Domethënë ti e ke brenda vetes tënde një guxim i cili ta jep forcën për të ndryshuar sadopak situatën tënde kudo që je. Unë do më lejoni trajtoj një çështje dietarit Hamza Jusufit, i cili thoshte: një person që më është drejtuar dhe më ka thënë s'kam shpresë, kam humbur komplet shpresën, jam drejtuar në formën më të egër dhe më të fortë dhe i kam thënë: si mund thuash s'ke shpresë? Nëse nuk kemi shpresë neve, në këtë situatë që kemi, atëherë ne ofendojmë gjithë njerëzit që kanë pasur shpresë para nesh, që kanë bërë revolucione. Ne mund të përmendim kohën e pejgamberit alayhis salam, hijxhetin që kanë larguar, janë shpërngulur nga Mekka nga Medina në Mekë. Kemi shpërngulje të tjera që kanë qenë kolektive nga një shtet në shtetin tjetër, nga një kontinent në kontinentin tjetër. Për çfarë? Sepse kanë pas shpresë që gjërat do ndryshohen, situata do ndryshohen. Ndoshta në momentin e duhur, në atë moment nuk i kanë pasur situatën e përshtatshme, ama ata kanë pasur guximin për të shpresuar që gjërat do bëhen më mirë. Ky guxim për të shpresuar është ai çelësi i cili domethënë e vën në punë gjithë këtë shpresën tonë dhe lëvizjen tonë. Gjithashtu, nëse ne mund të flasim edhe kemi shumë emigrantë që emigrojnë nga Shqipëria ose nga Kosova në vendet e tjera, thuhet sipas statistikave numri arrin deri 1 milion ose vetëm nga Kosova, e ndryshe kjo është për shkak sepse dëshirojnë të kenë një jetë akoma më të mirë. E gjitha kjo është sepse njeriu brenda, nëse e vën në funksion shpresën, asnjëherë nuk mbetet i dëshpëruar, asnjëherë nuk përfundon në zhgënjim, asnjëherë nuk përfundon në vetvrasje ose në një fatalitet. Për gjithë këtë dhimbje, gjithë këtë shqetësim, e arrin që ta kthejë në forcë. Është e pamundur që të jetojmë në një vend që nuk do kemi sprova apo vështirësi. Madje këto vështirësi në aspektin teologjik konsiderohen si shkallë, si gradim, si një testim. Sikurse në universitet ne kemi testimet mujore, semestrale, vjetore, për çfarë? Për të ngritur në një grad më të lartë, në një shkallë më të lartë, në një nivel më të lartë. Edhe në jetë është e njëjta. Ne do jemi të tillë që do sprovohemi, do testohemi. Her pas here kemi disa plane, që planet tona kemi plan një arsimim, edhe Zoti e ka të njëjtin plan me neve dhe na e mundson atë arsimim. Kemi planet tjetës, edhe planet e Allahut bien përputhjet plot me planet tona. Edhe ndjehemi të privilegjuar që nuk jemi të sprovuar. Po ndodh në disa raste tjera që planet tona dhe planet e krijuesit ton nuk janë në të njëjtën drejtim. Atëherë çfarë duhet ndodhi me besimtarin? Duhet jetë ai i cili që ta humbas veten, të dëshpërohet, të rrëzohet, të bie në fatalizëm apo pesimizëm, apo duhet mendoj plane tjera, alternativa tjera për të ndarë nga situata, për ta përmirësuar veten. Nëse më parë ka bërë një situatë që nuk ka rezultuar suksesshme, atëherë ti kërkon një situatë tjetër që të jetë e suksesshme. Pra, e gjitha kjo është që pesimizmin dhe shqetësimin tonë në varësi të gjithë rrethanave dhe situatave që kemi, ta kthejmë në forcë, edhe ta kthejmë në një metodë veprimi, në një metodë e luftimit situatës.